nga fillimi kam pas në mendje një temë që nga perspektiva ime e ka rëndësinë e madhe për të trajtuar. Fjala është për istighfarin. Mirë po që në momentin e parë që unë veç e kam menduar si ide, i kam menduar edhe ato kundërreagimet, ato dilemat, ato kritikat, ato pikpyetjet që mund ngrihen se pse për shembull kjo temë në këtë kohë. A nuk ka probleme tjera ummeti me të cilat ballafaqohet? E tash vjen dhe na flet për një temë që mund duket si temë dytësore, temë që nuk e ka rëndësinë për momentin. A mos është kjo një lloj metodologjie për t'i mjegulluar gjërat? A mos është kjo një lloj opiumi në mënyrë që xhamatin ta mbajmë të hutuar dhe karshi problemeve madhore të mos jetë në qasje dhe ndjeni? Natyrisht se këto dilema dhe këto pikpyetje e kanë vendin e tyre, për shkak se në radhë të parë shfaqin dertin dhe brengen që besimtarët e kanë. Mirë po, në qoftë se ne ndalemi dhe e analizojmë pak më thellësisht gjendjen tonë, do të vrejmë që mund kemi dallime në formulime, por ndryshe mesazhi dhe ajo që ne synojmë është e njëjta. Ne e pranuam ose jo, ajo që neve na nevojitet si ummet, si kolektiv, si komunitet, është që përgatitja jonë fetare t'i parapri çdo përgatitje tjetër dhe organizimi jonë fetar t'i parapri çdo organizimi tjetër. Ne nuk mund të marrim njerëz dhe t'i qesim për t'u ballafaquar me probleme të mëdha, ndërsa e kanë minimumin e formimit fetar. Prandaj ajo që mua më ka shty më drejt për drejt ta përzgjedh këtë temë dhe ta diskutoj me ju në radhë të parë është mënyra se si Kur'ani dhe Suneti e kanë trajtuar dhikrin ku bën pjesë edhe istighfari. Ne në qoftë se i referohemi Kur'anit dhe i referohemi haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, do të gjejmë një trajtim të jashtëzakonshëm për dhikrin ku bën pjesë edhe istighfari. Për shembull, Allahu ka thënë në Kur'an: "Fadhkuruni adhkurkum", më përmendni që unë t'ju përmend juve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka përmbledh me pak fjalat efektin jashtëzakonshëm që ka dhikri, edhe ka thënë: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru kamathalil hayy wal mayyit." Shembulli i dikujt që përmend Zotin dhe i dikujt që nuk e përmend është sikur shembulli i gjallët dhe të vdekurit. Pra, dallimi ndërmjet atij që e përmend Zotin, atij që e bën dhikrin dhe një tjetri që është gafil dhe i shkujdesshëm, është sikur dallimi ndërmjet jetës dhe vdekjes, të gjallit dhe të vdekurit. Tani pyetja: si ka mundësi që dhikri të zbret në këtë nivel? Ne bëjmë dhikr pas namazit, bëjmë dhikr në momente të caktuara, e dini që nuk ka çështje në jetën tonë që nuk ka dhikr. Prej momentit kur zgjohemi e deri në momentin kur flajmë, për çdo gjë kemi dhikr. Pse ndodh që dhikri të mos ketë efekt? Kjo është e para. E dyta, në qoftë se ne ndalemi dhe e analizojmë gjendjen tonë, kemi me pas se degradimi ka ndodhur për shkak të largimit nga feja. Dhe se çdo rikthim i mundshëm është i kurzuar me fe. Çdo rikthim është i kurzuar me fetari. Çdo rikthim është i kurzuar me një lloj reformimi të thellë shpirtëror. Ka një thënie që i atribuohet Aliut radhiyallahu anhu, në fakt është e Abbasit, xhaxhait pejgamberit alayhis salatu wassalam: "Ma nazala bala'un illa bi dhanb, wa la rufi' illa bi tawba." Nuk ka e keqe, bela, sprov, fatkeqësi që juve ju ndodh e që shkak nuk janë gjunahet. Wala rufi ila bi tawba. Edhe nuk ndodh që të largohet një bela ndryshe vetëm se nëpërmjet pendimit. Pra, ajo që neve po na ndodh është për shkak gjunaheve tona. E si të kthehemi ne, si të triumfojmë, është nëpërmjet
pendimit, nëpërmjet rikthimit tek Allahu xhallahu ala, nëpërmjet ndryshimit të qasjes tonë. Dhe e treta, në Kur'an dhe në hadithe, siç do të vrejmë me lejen Allahu te bareke ve teala, është përmendur një lloj fuqie dhe potenciali ndryshues i dhikrit në përgjithësi dhe istighfarit në veçantë, që nuk e gjejmë tek adhurimet tjera. Pra, istighfari, me thonë Allahumma ghfirli, o Allah, mi fal mëkatet, e ka një fuqi të atill që nuk na ndryshon veç një aspekt. Mirë po, na ndryshon në gjitha aspektet. Nuk ka çështje që ka të bëjë me ne, duke filluar nga aspekti shpirtëror, aspekti psiqik, aspekti material, e madje edhe aspekti fizik, e që nuk rinovohet, nuk ripërtrihet, nuk reformohet nëpërmjet istighfarit. Prandaj sonte me lejen Allahu te bareke ve teala, ne do të mundohemi që ta trajtojmë këtë temë në mënyrë që ta kuptojmë se nëse duam prap të kthehemi ku kemi qenë, dhe kjo është e mundshme, atëherë kjo është rruga. Rruga është nëpërmjet reformimit tonë shpirtëror, është nëpërmjet rinovimit të lidhjeve me Allahun xhallahu ala, është nëpërmjet istighfarit. Ajo që konsideroj se është e rëndësishme fillimisht të trajtojmë, ka të bëjmë me disa nocione që kanë edhe domethënjet e tyre dhe rëndësinë se si reflektojnë në jetën tonë. Ne shpesh e përmendim istighfarin. Çfarë në të vërtetë do të thotë istighfar? Cila është domethënia e istighfarit? Në Kur'an dhe në hadithe, istighfari është përmendur shpesh paralel me pendimin. Për shembull, Allahu ka thënë wastaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim, është përmendur paralel, por edhe vetmas, kërkoni falje, Allahu është falës. Po kështu ka thënë wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Kërkoni falje dhe pendohuni. Cila është lidhja e istighfarit me pendimin? A janë sinonime apo kanë kuptime të ndryshme? Nga se ka një konstatim që në Kur'an nuk ka asgjë që është përmendur në mënyrë për kuriozitet. Pra nuk ka diçka që është përmendur si sinonim dhe që të mos ketë një kuptim të pavarur. Prandaj, istighfari edhe pendimi, a janë sinonime që kanë kuptime të njëjta, apo janë fjalë, janë nocione, janë terme që secili prej tyre e bart një kuptim vete. Duke i shfletuar ato mendime të dietarëve dhe shpjegimit e tyre, ka marrë në përfundim që istighfarin mund ta përkufizojmë nga dy aspekte. Istighfarin mund ta definojmë, mund ta shpjegojmë nga dy aspekte. Aspekti i parë ka të bëjë me doktrinën, pra nga besimi islam, çfarë ne nënkuptojmë me istighfarin. Dhe aspekti i dytë ka të bëjë me aspektin funksional, pra cili në të vërtetë është roli dhe funksioni që e luan istighfarin. Dietarët musliman e më saktë Ibn Kaimi a thënë se nëse përdoren ndaras, ka tekste kur përdoren paralel bashkarisht dhe ka tekste kur përdoren ndaras. Nëse përdoren ndaras, istighfari dhe pendimi e kanë kuptimin e njëjtë. Qysh e ka për shembull imani dhe islami, përdoren ndaras, e përfshin njëna tjetrën. Nëse përdoren bashkarisht, pra janë paralel në një tekst, atëherë istighfari shënon fillimin e ndryshimit, ndërsa pendimi ndryshimin e vërtetë. Si? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Jo kërkoni falje te Allahu dhe pendohuni. Kan thonë dietarët, Allahu xhallahu ala po na thret në këtë ajet kuranor që ne të shkputemi prej mëkatit, dhe ky është kuptimi i istighfarit. Pastaj po na thret në teube, dhe ky është kthimi tek Allahu xhallahu ala. Istighfari është fillimi, pra që nënkupton shkputjen prej mëkatit, ose më saktë që nënkupton atë keqardhjen për mëkatin, për gjunan, cilin e ke bën të kalumen. Diçka që ke bën të kalumen.
Ndërsa pendimi nënkupton që ti po e lut Allahun xhallahu ala, që Allah me të forcu në këtë rrugën e drejtë, edhe me të forcu përballë atyre sfidave, sprovave që të presin në të ardhmen. Ndërsa sa i përket për kufizimit funksional, rolit cilin e ka istighfari, është përmend tek dietarët që istighfari, nëse nuk shoqërohet me keqardhje, për shembull, thjeshtu astaghfirullah, ka mundësi që me zbrit prej këtij nivelit të pendimit në nivelin e një lutje. Edhe lutja dini që është me mundësi pranimi dhe refuzimi. Pra nëse veç tu astaghfirullah, ka mundësi që ajo me qenë lutje. Mirë po, nëse shoqërohet me pendim, nëse shoqërohet me keqardhje, nëse shoqërohet me ato që konsiderohen si përbërës të pendimit, atëherë roli i tij në largimin e mëkateve është i pakrahasueshëm. E kam pyet saktësisht Ibn Xhauziun, kanë thonë, ne po dojmë që me përmend Allahun xhallahu ala, po dojmë me fitu sevap. Mirë po, a me bot tesbih ma shumë, me thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, apo me thonë astaghfirullah, cilën e propozon ti? Ibn Xhauzi e ka dhënë një përgjigje cila është brillante dhe jashtëzakonshme. A thonë, nëse një rob është e pastër, a ka më shumë rëndësi parfumi apo sapuni? Parfumi, për shkak se është e pastër dhe thjesht e zbukuron, i jep një aromë më të mirë. Nëse një rob është e njëllosur, është në dytë, a ka më shumë rëndësi parfumi apo sapuni? Ka më shumë rëndësi sapuni, për arsye se ka nevojë që njollat e robës me u largu. Prandaj tesbihu është parfumi, ndërsa istighfari është sapuni. Është ai elementi i cili i azgjëson mbetjet e gjunaheve dhe të mëkateve. Pra ajo që neve na intereson me pak fjalë është se istighfari e ka një rol të jashtëzakonshëm, i cili thjesht shfaqet në këtë fuqinë e tij, që ashtu siç sapuni i largon njollat, mbetjet e baltës ose lloçit ose diçka me cilën është njollos rroba, po kështu edhe istighfari i largon mbetjet e mëkateve. Në Kur'an dhe në hadithe ne kemi tekste të shumta, cilat e zbulojnë madhështinë e istighfarit. Në radhë të parë, Allahu xhallahu ala e ka urdhëruar. Dhe fakti që Zoti ka urdhëruar, nuk kupton se nuk është diçka që ne mund ta bëjmë edhe të mos e bëjmë, mund ta praktikojmë edhe të mos e praktikojmë. Përderisa është urdhër, atëherë urdhri duhet çuar në vend. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Ti madhroje Zotin me falënderim edhe kërko falje. Pra është urdhër i Allahut xhallahu ala, veçmas nëse kemi korrë diçka, një sukses në jetë, ose kemi realizuar një punë të madhe, ose e kemi arrit një sukses në jetën tonë. E dyta, istighfari është praktike pejgamberëve të Zotit. Ne kemi dëgjuar e lexuar dëgjuar prej hoxhallarëve që pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pas zakon gjatë ditës jo më pak se 100 herë të thotë astaghfirullah. Dhe fakti që ka praktikuar pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk kupton se kjo punë e ka një vlerë të jetë të madhe. Madje është përmendur nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, i cili ka thonë ne jemi kanë në mexhlis. Edhe kemi arrit që me nxje deri në 100 herë, ndoshta edhe më shumë, kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë astaghfirullah wa atubu ilayh. Kërkoj falje tek Zoti edhe pendohem. Sikur mos kishte pas rëndësi, pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk kishte më përdor. Pra fakti që edhe pejgamberi jon, edhe pejgamber tjerë, që është përmend në Kur'an, e kanë praktikuar istighfarin, flet për një vlerë të madhe dhe të rëndësishme. Istighfari është interesante se disponon me një lloj fuqie të pakrahasueshme për faljen e mëkateve. Dhe pse është e tillë, do të vrem me lejen e Zotit
pak më vonë, por tani po ju përmend një ajet kuranor dhe një hadith. Allahu ka thonë: "O me ya'mal su'an aw yadhlim nafsan, thumma yastaghfirillah, yajdillaha ghafuran rahima." Ai njeri që bën një gjuna, ose ka bërë zullum me gjunahe. Pra, njeriu ka mundësi që me dëmtu veten me gjunahe, dhe ky është zullumi më i madh që ja bën vetvetes. Thumma yastaghfirillah, e pastaj kërkon falje, ka me gjetë Allahun falës. Pra, ke boni gjuna, ke thonë astaghfirullah, Allahu të falë. Mirë po, çfarë gjuna është i falë istighfarin? Cila është fuqia e istighfarit? Edhe këto në të vërtet fshihet një kuptim i tij që ka të bëjë na kthen atje tek përkufizimi doktrinar. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam: "Men qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, ghufira lahu wa in kana farra min az-zahaf." Ai njeri i cili thot: "Unë kërkoj falje tek Allahu, i cili është një dhe i vetëm, i cili është i gjallë dhe vigjilent. Allahu do t'ja falë mëkatet madje edhe nëse ka ikë nga fush betejë." Pse është përmendur ky mëkat? Në çka klasifikohet ikja nga betejë? Klasifikohet në kuadër të gjunaheve më të mëdha. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka përmend se gjunahet e mëdha janë shumë, por prej tyre 7 janë veçuar si shkatërrues, si kanë potencial që me shkatërru njeriu. Dhe prej tyre gjunaheve është edhe me ikë nga fush betejë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po thotë: "Në qoftë se njeriu e ka bërë këtë mëkat, edhe pastaj ka kërku falje, ka thonë Allah fal mi gjunahet, ti i gjallit, gjithçka është në dorën tënde, Allahu ja fal mëkatin edhe nëse është ky mëkat." Dietarët kanë thonë istighfari e ka fuqinë që me i fal edhe mëkatet e mëdha. Dhe ajo që thash se fshihet në këtë tekst dhe që ka të bëjë me përkufizimin doktrinar, është se ju e dini që mëkatet ndahen në 2 grupe, apo? Mëkatet të mëdha dhe mëkatet vogla. Mëkatet e vogla falen me çka? Me të mirat që ne i bojmë. Namazi që e falem, elhamdulillah, është shkak që neve më na fal gjunahet e vogla. E mëkatet e mëdha me çka falen? Me pendim. Dhe kjo tregon se istighfari është pendim. Kjo tregon se istighfari është pendim, përndryshe mos kishte qenë pendim, nuk e kish pas këtë pozit ose këtë fuqi që edhe gjunahin e madh cilën e bën njeriu me fal. Istighfari është prej atyre veprave që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira." E gëzojnë njeriu më shumëti në ditën e llogarisë kur Zoti t'ia çet librin e veprave, dhe nëse sheh istighfar të shumë, atëherë ai do të gëzohet te i masëm. Nëse istighfari ka këto domethënie, nëse istighfari e ka këtë vlerë, a mendoni se istighfari është thjesht një fjalë, një frazë, një fjali që ne e themi dhe nuk ka ndonjë impakt, ndonjë ndikim në zemrën dhe në jetën tonë? Natyrisht se jo. Për arsye se istighfari duhet këtë ndikim. Istighfari duhet në ndryshoj. Istighfari, nëse i referohemi teksteve siç përmendëm në fillim, aq shumë është përshkruar si një element i fuqishëm, saqë të paktën unë nuk e kam gjetur në çështje të tjera. Istighfari ka fuqi për të bërë ndryshime edhe tek individi, por edhe tek kolektivi, edhe tek komuniteti. Prandaj është thirrja jona që ne ta manifestojmë istighfarin më shumë, edhe ta jetësojmë me botkuptimet e tij në mënyrë që të ndodhë ndryshimi të cilin do ta përmendim me lejen e Allahut te bareke ve teala. Istighfari ka impakt, ka ndikim, ka rëndësi individuale dhe shoqërore. Në kuptimin individual, istighfari është një lloj sinjali, është një lloj shenje, është një lloj treguesi se Allahu te bareke ve teala përderisa ty të ka inspiru për me kërku falje, po ta dhënë të mirën. Aliu radiallahu anhu ka thonë:
nuk ndodh që Allahu me ndëshku një njeri ndërsa e ka inspiru për istigfar. Pra përderisa Zoti ta ka çuar mendje që ti me kërku falje, atëherë çfarë Allahu te bareke ve teala don. Për arsye se ta ka treguar rrugën që ti të kthehesh tek ai. Në kuptimin individual, istigfari e ka një fuqi që të na shkarkoj prej ngarkesës shpirtërore edhe psiqike. Ju e dini që sot problem më i madh se sa pandemia konsiderohet pasoja e saj. Ajo vetmia, ajo mungesa e ndarjes jetës me dikë tjetër, ato brengat, ngarkesat, ato që gjitha e kanë një fuqi shkatërruese shumë të madhe se sa smundjet që ne jemi ballafaquar me to. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka treguar për individin se në qoftë se ai bën istigfar, me lejen e Allahut te bareke ve teala, do të ketë mirat shumëta në mesin e të cilave edhe këtë shkarkimin nga barra, nga vështirësia shpirtërore. Ka thënë Sam, men lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ai njeri i cili vazhdimisht bën istigfar të shumë, Allahu te bareke ve teala për çdo breng do t'ja bëj një zgjidhje. Brenga është shpirtërore. Pra është diçka që rëndon njeriu në shpirt. E ka bën një gjuna, edhe ai gjuna vazhdimisht i qëndron mbi kokë në lloj presioni që Allahu na ruaj tek tjerët që nuk janë besimtar, mund të përfundoj edhe me vetvrasje edhe me. Prandaj ne në Islam e kemi ilaçin. Ilaçi i cili është istigfari. Wa min kulli dhiqin makhraja. Për çdo diçka që është ngushtuar, jeta, problemet shumëta materiale, problemet ndryshme, pavarësisht se çfarë janë, Allahu i ja bën një zgjidhje. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, edhe prej nga nuk e kujton, Allahu ku më jap rrezikun. Pra prej nga nuk e kujton, Allahu te bareke ve teala ku më jap rrezikun. Istigfari e ka pra këtë fuqi e cila neve na reformon, e cila neve na ripërtrin lidhjen me Allahun xhelle wala, e cila neve në kuptimin individual na garanton një lloj jete mirëqenie, bollëk, pra jetë solide. Interesant çysh është përshkruar tek njerëzit që ndoshta ne i marrim pak si në kuptimin intelektual më të ulët po ndonjëherë ata me natyrshmërinë e tyre arrin që me i kuptu disa gjana shumë më mirë se sa na që mundohem me filozofu kajherë. Edhe është përmend se një arab ka thonë, kush ka dëshirë men arade an yujawirana falyukthir min al-istighfar fa inna al-istighfara huwa al-qattar. Ai që ka qef me ardh mu bë këshijame, ai duhet me bëj istigfar shumë. Pse? Istigfari është qattar, katër i thojmë pikës të shiut që bjen prej qiellit. Kanë thonë në këtë tekst për qëllim është që ky beduin, ky arab e ka përshkruar istigfarin si njëra e cila përmban shi me bollëk. Pra nëse don me ardhmë bukë shija jam, duhesh me bëj istigfar. Pse? Istigfari na mëson që ne me pas një jetë mirë. Istigfari në kuptimin kolektiv ka një rëndësi të madhe për disa arsye. Ndoshta më rëndësishmja është që reflekton në çdo pore të jetës sonë. Në radhë të parë, istigfari është mburoj fetare në raport me dënimin e Allahut xhallahu ala. Ne bëjmë gjunahe. Allahu na ka treguar në Kur'an që nëse për çdo gjuna ndëshkohemi, kush kish me mbet gjallë? Istigfari është ajo mburoje e cila nuk e lën dënimin e Allahut me na prek. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu nuk do t'i ndëshkojë njerëzit, nuk do t'i ndëshkojë besimtarët, përderisa ata janë duke kërkuar falje. Në fakt, ky ajet kuranor përmend edhe një mburojtje tjetër: "Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim." O Muhammed,
Allahu nuk do t'i ndëshkojë njerëzit, besimtarët, përderisa fizikisht të jenë mesin e tyre. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, edhe Allahu nuk do t'i ndëshkojë. Dhe shëni, këto është madhështia e Islamit. Për neve, pejgamberi alayhis salatu wassalam absolutisht është njeriu më i rëndësishëm që ka krijuar Allahu azza wa jall. Më i rëndësishëm se na, se familjet tona, se evladët tonë. Mirë po, siç e dini, feja nuk lidhet patjetër me të. Kur ka vdek pejgamberi alayhis salatu wassalam, ajo fuqia shpjeguese e Abu Bekrit radhiyallahu anhu për t'u treguar njerëzve se nëse ka vdekur Muhamedi alayhis salam, Zoti nuk vdes, në fakt është për të na treguar se madhështia fshihet pikërisht në mësimet që Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka predikuar, i ka transmetuar. Dhe një prej këtyre mësimeve është se Allahu nuk na ndëshkon përderisa ne kërkojmë falje. E dini pse nuk na ndëshkon? Nga se istighfari e hap një shteg me Zotin. Istighfari e ndryshon qasjen tonë ka shi Allahu xhalla wala. Allahu ka përmend në Kur'an rastin e Nuhut alayhis salam, i cili ka thonë popullit vet, fa kultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ju kum thonë popullit kërkoni falje se Zoti ju fal. Çështjen e parë që ka përmendur ka të bëjë me raportin ton me Allahun xhallahu ala. Nderuar vëllezër, është interesante që edhe pse Allah nuk ka nevojë për neve, edhe pse Allahu pavarësisht se po të na ndëshkonte, nuk ka kush që merr në pyetje Allahun xhallahu ala, prap rikthimin ton tek ai e konsideron si çështje teje të dashur, madje me tekst si çështjen më të dashur. Adhon pejgamberi alayhis salatu wassalam, wala akthara ma'adhira min Allah. Nuk ka dikush që e don pendimin më shumë se sa Allahu xhallahu ala. Pra ke bo gjuna, pavarësisht gjunahet teje të mëdha, i e kthy dije se Allahu këtë kthimin ton e don më shumë ti. E pastaj vazhdohet me këto të mirat, fa kultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa aleikum midrara. Allahu ju lëshon shi me bollëk. Pse është përmend shiun? Për arsye se uji është baza e jetës. Pa shi nuk ka jetë. Dhe nëse ne pendohemi, kërkojmë falje, Allahu te bareke ve teala na lëshon shiun i cili është elementi kyç për jetë. Interesant mënyra që sahabët e kanë kuptuar fen, edhe mënyra që e kanë demonstruar në publik, është e pakrahasueshme. Ka ndodhur në kohën e Omerit radhiyallahu anhu një thatësi e madhe. Edhe e dini që kur ndodh thatësi, ne kemi një lutje për shi. Edhe ka dalë Omeri radhiyallahu anhu me sahabët edhe absolutisht asgjë përveç estagfirullah nuk ka thënë. S'ka shku larg, ka rashi. Edhe kanë pyet njerëzit, ne thërëm që të bojmë duan e shiut bashkarisht. Ti vetëm tha estagfirullah. Tha e kam sjell shiun bime gjadibe, me yjet e tij. Ju besoj keni ndëgjum, keni lexuar që tek arabët ka qenë praktik me besu në yje dhe në fuqinë e tyre. Një yll është i shiut, edhe ata kanë besuar që nëse lutin këtë yll, Allahu te bareke ju lëshohet shi. Omeri radhiyallahu anhu po don më ju tregu se ai e ka ndryshuar, ka përmbys këtë bot kuptim të gabuar, edhe në vend që me lut yllin, po e lut krijuesin e yllit. Po e lut kon Allahun te bareke ve teala, në dorën e cilit është gjithçka, prandaj po i thot se ylli me të cilin un jam lutur nuk është ai në qiell, por është istighfari. Po e lut Allahun në dorën e cilit është gjithçka. Ajo që po kam dëshirë se është temë të jetë e gjerë, edhe ka shumë çka për të thënë të, mirë po edhe si një lloj përmbledhje, siç mund ta vrejmë, istighfari nuk manifestohet formalisht. Istighfari nuk ka kuptime formale. Istighfari nuk jetësohet nëse ne veç themi estagfirullah, edhe pastaj vazhdojmë me atë gjendjen tonë.
për faktin se nëse istighfari ndodh formalisht, atëherë ai kalon në diçka të pavërtet. Fudajl ibn Iyadi ka thënë el-istighfaru bila iqla. Istighfari pa heqje dorë prej mëkatit, taubatul kadhabin, është pendim i gënjeshtarëve. Pra ai që thotë astaghfirullah ka vazhduar me mëkate, ai në fakt nuk e ka raportin sinqert me Allahun xhallahu ala. Ai ka nënvlerësuar Allahun xhallahu ala. E ka nënvlerësuar edhe për faktin se ne siç pam tekste të shumta istighfarin ne paraqesin ndryshe. Unë kam përzgjedh edhe me këtë po e përmbyllim një tekst cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmendur si Sayyidul Istighfar. Allah me sam Sayyidul Istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abdu. Istighfari, zotria, niveli më i lartë i istighfarit është me thonë o Allahu im, ti je Zoti im, nuk ka tjetër përveç teje. Ti më ke krijuar e unë jam robi yt. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastatat. Unë do t'i përmbahem besës dhe premtimit atë sa të kam mundësi. A'udhu bika min sharri ma sanat. Kërkoj falje dhe mbrojtje prej të keqes të asaj që unë e kam bërë. Abu'u laka bi ni'matika alej wa abu'u bi dhanbi. Pranoj, Zotim, se ti më ke bërë mirë mu, ke qenë i mirë me mu, dhe pranoj se unë kam bërë gjuna. Ighfirli fe innehu la yaghfiru dhunuba illa ant. Zoti më fal, sepse askush tjetër pos teje nuk më fal. Është interesante mënyra që ka fillu ky tekst, edhe mënyra që ka mbaru. Dhe kjo i jep kuptim të madh istighfarit. E para pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka quajtur zotëria e istighfarit. Pra nuk është çfarëdo formulimi, dhe e dyta ka thonë kush e thot gjatë natës dhe vdes para se me lind dielli, shkon në xhenet. Kush e thot gjatë ditës dhe vdes para se me perëndu dielli, e thot me bindje, shkon në xhenet. Atëherë, çfarë e bën këtë istighfar aq madhështor dhe cilat janë ato mësimet që ne duhet me i marr në mënyrë që me kuptu drejt istighfarin, edhe me kuptu se çka në të vërtetë fshihet, nga se më iku nderuar vëllezër, ta përmend tek rasti i Nuhut dhe rasti i Hudit alayhi salam, istighfari fakultu astaghfiru rabbakum innehu kana ghaffara. Ju thash që ata thonë o Zot na i fal gjunat nga se Zoti është falës. A thonë dietarët në këtë ajet istighfari ka ardhur me kuptim të tauhidit. Prandaj ndryshimi që kemi përmendur në fillim tek definicionin në kupton se kur ne e ndryshojmë mënyrën se çysh e kuptojmë istighfarin, ne në fakt i ndryshojmë botkuptimet edhe perceptimet tona për tauhidin. Çfarë fshihet në këtë tekst? Në radhë parë kur ne themi Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani. O Zoti im, ti je Zoti im. Ti që nuk ka tjetër përveç teje, khalaqtani, ti më ke falë mu, ti më ke kriju mu. Këtu në fakt manifestohet tauhidi me ato botkuptimet e tij thelbësore. E dini që pjesë e tauhidit e besimit të pastër në Zotin është me besu se Allahu është krijues dhe se Allahut i takon adhurimi si i vetëm. Pra, këtu po përmendet që Allahu ti më ke kriju. Domthonjë po përmendet tauhidi rububie. La ilaha illa ant, askush pos teje nuk e meriton adhurimin, po përmendet tauhidi uluhia. Wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastatat. Zoti im, un jam robi yt dhe un asaj besës që kam në fillim me ty dhe premtimit që ta kam dhënë në fillim se askën tjetër përveç teje nuk do të adhuroj, do t'i qëndroj besnik deri në vdekje. Pra është ripërtrirje e lidhjes tonë parë në kalu bela, elestu bi rabbikum, a nuk jam Zoti juaj? Po gjithsesi. Pra tauhidi manifestohet nëpërmjet kësaj lutje. Dhe në fund përmendet ebu'u leke bi ni'matika alej
wa abu'u bi dhanbi. Unë, Zoti im, pranoj se ti je treguar i mirë me mua. Dhe unë pranoj se unë jam ai që i kam bërë vetës si me gjuna. Nëse keni pa tek lutja e Ademit alayhis salam, me çfarë fjalë Zoti i ka falë mëkatin? Me çfarë fjalësh? Pikërisht? Pikërisht me fjalë të cilat e nënkuptojnë kthimin la ilaha illa anta subhanak tek Yunus alayhis salam. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Edhe Ademi dhe Hava thanë o Zot, na e pranojmë se i kemi bo vetës zullum me gjuna. Nëse ti s'na fal, na nuk shpëtojmë. Pra çfarë është pranimi i mëkatit? Në qoftë se don Zoti me të fal, nuk duhesh me thonë Zot falem ndash. Jo, do të më thonë Allah, unë e kum bo gjunahun, edhe unë e pranoj se e kam tepru me gjunahun, prandaj më fal mua. Nderuar vëllezër, ajo që ne kemi synuar prej fillimit të kësaj ligjërate është ndryshojmë botkuptimet tona për kitazi me këtë që konsiderojmë se e ka një rëndësi të jetë veçantë. Siç po vrejmë, istighfari nënkupton rikthim në rrugën e drejtë. Nënkupton rikthim në rrugën e Allahut xhallahu ala. Nënkupton atë që nëse ne zbatojmë sipas porosisë kuranore, ajo e fshe lumturinë tonë në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu ka thënë: "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ai që pason udhëzimin tim, ai njeri as nuk humbet e as nuk përjeton dëshpërim shpirtëror. "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." E ai që i largohet dhikrit, i largohet përmendjes time, ai do të ketë jetë rënduar. Allahun te bareke ve taala e lusë Allahut na udhëzoj në rrugën e drejtë. Allahut na përmirësoj botkuptimet tona mbi fenë në përgjithësi. Edhe një herë do doja që t'ju falenderoj të gjithëve për këtë pjesëmarrje dhe ashtu siç edhe kryetari bëri thirrje që këto janë përgatitur nga ana jonë në krye me kryetarin, me krye'imamin, që të jemi në shërbimin tuaj. Ne do të bëjmë atë që kemi në mundësi, që të jemi në shërbimin tuaj, prandaj mundësisht të merrni me vete edhe të tjerët, nga se me lejen e Allahut, nëse asgjë tjetër nuk përfitojmë, të paktën këto momente që jemi në këtë xhami janë momente kur mëshira e Allahut zbret dhe kjo na mjafton. Zoti ju shpërbleft për çdo të qelluar, e falenderoj Allahun për çdo lëshim, kërkoj falje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.